Nora Kastrati kishte dalë në mëngjesin e hershëm të qershorit në rrugët e Mynihut, duke mbajtur në dorë çantën e saj të vogël dhe një kafe të ngrohtë. Ishte vetëm 23 vjeçe, por tashmë kishte kaluar 3 vjet në Gjermani duke punuar si asistente në një studio arkitekture. Flokët e saj të zeza të gjata lëshoheshin lehtë nga era e mëngjesit, ndërsa sytë e saj kafe shkëlqenin me një dritë të veçantë, një dritë që fshinte në vete kuriozitetin dhe mirësinë që e karakterizonin. Si shumë të rinj shqiptar që kishin ardhur në Gjermani në kërkim të një jete më të mirë, Nora kishte lënë pas familjen e saj në Tiranë me shpresën se do të mund të ndërtonte një të ardhme të shkëlqyeshme. Por ndryshe nga shumë të tjerë, ajo nuk kishte humbur kurrë lidhjen me rrënjët e saj. Çdo mbrëmje, para se të flinte, ajo fliste me prindrit e saj nëpërmjet videothirrjeve, duke i treguar për ditën e saj dhe duke dëgjuar lajmet nga shtëpia. Apartamenti i saj i vogël në lagjen Schwabing ishte i dekoruar me objekte tradicionale shqiptare që i kishte sjell nga shtëpia. Një qilim i vogël që e kishte thurur gjyshja e saj, disa fotografi të familjes dhe një shami e bukur me motive kombëtare që mbante mbi kratin e krevatit. Edhe pse ishte larg, Nora nuk ishte harruar kurrë se kush ishte dhe nga vinte. Atë mëngjes, ndërsa ecte drejt stacionit të metros për të shkuar në punë, Nora ndjeu një ndjenjë të çuditshme, sikur diçka e veçantë do të ndodhte. Nuk e dinte pse, por zemra i rrathe pak më shpejt se zakonisht. Ndoshta ishte vetëm kafeja, mendoi ajo duke buzëqeshur. Nora punonte në një nga studiot arkitekturave më prestigjioze të Mynihut, Arkitektura Bavaria, e cila specializohej në ndërtime të qëndrueshme dhe moderne. Shefi i saj, Herr Müller, ishte një njeri i sjellshëm që vlerësonte punën e saj të kujdesshme dhe saktësinë që ajo tregonte në çdo detaj. Kolegët e saj e donin për natyrën e saj të hapur dhe për mënyrën se si ajo ja dilte të krijonte një atmosferë pozitive në zyrë edhe në momentet më stresuese. Kur arriti në zyrë, Nora e përshëndeti sekretaren, Frau Weber, dhe u drejtua drejt vendit saj të punës. Dita duket se do të ishte e mbushur me takime dhe prezantime për projektin e ri që studio po zhvillonte. Një kompleks rezidencial i madh në periferi të qytetit. Ajo hapi kompjuterin dhe filloi të shqyrtonte planet arkitektonike që duhet të përfundonte para mbledhjes së pasdites. Por fatkeqësisht plani i saj u ndryshua papritur. Rreth orës 10, Herr Müller erdhi tek vendi i saj i punës me një shprehje të shqetësuar në fytyrë. "Nora, më vjen keq, por do të duhet të shtyjmë takimin e sotëm", tha ai. "Klienti kryesor ka pasur një situatë urgjente dhe nuk mund të vi. Por kjo do të thotë që ke pak kohë të lirë sot. Pse nuk del dhe gëzon këtë ditë të bukur verore?" Nora u bafasua, por ndjeu edhe një farë lehtësimi. Tashmë kishte javë që punonte pa pushim dhe një ditë e lirë papritur dukej si një dhuratë nga qielli. Ajo e falenderoi shefin dhe vendosi të shfrytëzonte kohën për të eksploruar qytetin. Pas një ore, Nora i gjeti veten duke ecur në përparqe dhe rrugët e qeta të Mynihut. Qyteti ishte në lullëzimin e verës. Drurët ishin të gjelbër dhe të plot, lule të ndryshme jepnin lëvizje dhe qarri. Por Ready Player One nuk është vetëm mbi aksionin, është edhe mbi gjetjen e identitetit tuaj të vërtet në një botë që shpesh ndjet e reme. Wade mëson se edhe pse bota virtuale mund të jetë tërheqëse, lidhjet e vërteta njerëzore dhe guximi për të jetuar jetën tuaj të vërtet janë ato që vërtet kanë vlerë. Kjo mesazh i fuqishëm kombinohet me vizualet jashtëzakonshme dhe një ritëm që nuk pushon kurrë, duke e bërë Ready Player One një eksperiencë kinematografike që nuk harriet lehtë. Filmi është një festë për sytë, me çdo skenë të planifikuar për të maksimizuar ndikimet vizuale. Nga kostumidatët personazhe me ikonike deri tek pajisjet futuristike, çdo detaj është menduar për të krijuar një botë që ndihet edhe e padukshme edhe bindse. Është një film që ju bën të mendoni për rolin e teknologjisë në jetë pona dhe mbi atë se çfarë do të thotë të jesh i vërtet në një botë që bëhet gjithnjë më digjitale. Numri 4. The Hunt. The Hunt është një film aksioni që ju shtyen drejt një humnere të errët të shoqërisë moderne, ku njerëzit më të pasur dhe më të fuqishëm të botës marrin pjesë në një lojë mizore, gjyetinë e qenieve njerëzore për argëtim. Filmi fillon me 12 persona të zakonshëm që zgjohen në një vend të panjohur, të lidhur me zinxhir dhe pa kujtim se si kanë arritur atje. Shpejt zbulojnë se janë bërë pre në një gjyeti të organizuar nga një grup elitash që i konsiderojnë ata si kafsh. Protagonistja kryesore është Crystal Chrissy, një grua e fortë dhe e fshehur që ka një të kaluar ushtarak dhe aftësi të jashtëzakonshme për të mbijetuar. Ndërsa pjesëmarrësit të tjerë në gjyeti bien një nga një, Crystal jo vetëm që arrin të mbijetojë, por fillon të gjejë mënyra për të kundërfituar. Ajo që fillon si një gjyeti e thjeshtë, shpejt transformohet në një betejë brutale midis gjyhetarëve elitar dhe gruas që refuzon të dorëzohet. Aksioni në The Hunt është i papërmbajtshëm dhe brutal.
Çdo skenë lufte është koreografuar me detaje të hollësishme, nga përdorimi i armëve improvizuese deri tek teknikat e luftës trup me trup. Crystal përdor çdo gjë që ka në dispozicion, nga shtopinj dhe gur deri tek armët e sofistikuara që gjuetarët kanë sjellë me vete. Filmi nuk kursen asgjë kur bëhet fjalë për dhunën, por e përdor atë në mënyrë që të tregojë brutalitetin e situatës dhe vendosmërinë e Crystal për të mbijetuar. Një nga momentet më të intensiv të filmit ndodh kur Crystal arrin të deportojë në strehori të gjuetarëve. Këtu zbulon se kjo nuk është thjesht një gjueti e thjeshtë, por një traditë që këta elitare kanë praktikuar për vite. Ajo gjen lista me emrat e viktimave të mëparshme dhe kupton se kjo është një operacion i madh me organizim të përkryer. Kjo zbulim e bën Crystal të kuptojë se është përballur jo me një grup amatorësh, por me profesionistë të vërtet që e konsiderojnë vrasjen si sport. Betejë finale midis Crystal dhe lideres së gjuetarëve, Athena, është një nga skenat më intensive të aksionit që mund të shihni. Kjo luftë ndodh në një hapësirë të mbyllur ku çdo kënd mund të jetë i rrezikshëm dhe çdo lëvizje mund të jetë e fundit. Dy gratë luftojnë me çdo gjë që kanë në dispozicion: duart, këmbët, thikat dhe çdo objekt që mund të kthehet në armë. Është një luftë që teston jo vetëm forcën fizike, por edhe inteligjencën dhe vendosmërinë e të dyve. Kuletën time? Ku? Zëri tani duke i befasuar dhe i shqetësuar njëkohësisht. E gjeta në rrugën Max Weber Platz, afër kafenesë së vogël. Kjo kulet ka kartën tuaj të biznesit dhe shumë gjëra të tjera të rëndësishme. Oh my god, tha zëri me lehtësim. Ju faleminderit shumë, unë jam Alexander Richter. Ku jeni tani? Mund të vi ta marr me një herë? Nora i tha adresën e parkut ku ndodhej dhe Alexander i tha se do të ishte atje brenda 10 minutave. Ndërsa priste, Nora mendoi për gjithë situatën. Ajo e dinte se shumica e njerëzve do ta kthejnë një kulet të humbur, por ndjeu se kjo ishte një moment i veçantë. Diku thellë në zemër, ajo shpresonte se ky akt i vogël i mirësisë do të tregonte diçka pozitive për komunitetin shqiptar në Gjermani. 10 minuta më vonë, një makinë zezë elegante u ndalua pranë parkut. Nga makina doli një burr i gjatë, rreth 30-tave, me flokë kafe të shkurtra dhe veshur me një kostum biznesi të përsosur. Ai kishte një prezencë imponuese, por në fytyrën e tij lexohej shqetësimi dhe nervozizmi. Alexander Richter shikoi rreth e rrotull, derisa e pa Noren ulur në stol me kulete në duar. Kur sytë e tyre u takuan, ai u afrua me hapa të shpejtë. Jeni ju Nora? Pyeti ai në gjermanisht, duke shtir dorën për përshëndetje. Po, on jam, u përgjigj Nora duke u ngritur dhe duke i dhënë kuletën. Besoj se kjo është e juaja. Alexander e mori kuletën dhe e mhapi shpejt, duke kontrolluar përmbajtjen. Fytyra e tij u qetësua me një herë, kur pasi gjithçka ishte akoma atje. Gjithçka është këtu, tha ai me një ton habitje. Absolutisht gjithçka. Edhe parat. Ai e shikoi Noren me një përqendrim të ri. Për herë të parë, ai vuri re të gjitha detajet, bukurinë e saj natyrale, mënyrën e sjellshme se si ishte veshur, por mbi të gjitha, sinqeritetin në sytë e saj. Nuk e di si t'ju falenderoj, vazhdoi Alexander me një ton shumë të merituar. Kjo kulet përmbante kontrata që vlen miliona euro, për të mos përmendur dokumentet e tjera jetike për biznesin tim. Pa to, do të kisha humbur marrëveshje që kam punuar muaj të tërë për t'i përfunduar. Nora buzëqesh i thjesht. Kam bërë atë që do të bënte çdo person i mirë. Nëse do të isha unë në vendin tuaj, do të shpresoja që dikush do të vepronte në të njëjtën mënyrë. Alexander u befasua nga thjeshtësia dhe sinqeriteti i saj. Në botën e biznesit ku ai jetonte, çdo favor kishte një çmim. Çdo ndihmë priste një shpërblim. Por kjo vajzë e re, duke i vërtetë sinqert. Jeni ju shqiptare, a? Pyeti ai, duke vënë re aksentin e lehtë të saj. Po, jam nga Tirana, por jetoj në Munich prej 3 vjetësh, tha Nora. Punoj në një studio arkitekture këtu. Arkitekture? Sa interesante. Unë punoj në sektorin e pasurive të paluajtshme. Ndoshta kemi ndonjë gjë të përbashkët në punë, tha Alexander, duke filluar të ndjente një kuriozitet të ri për këtë vajzë. Është e mundur, tha Nora, por tani më mirë se po kthehet në punë. Jam e lumtur që munda t'ju ndihmoj. Ajo bëri për të ikur, por Alexander e ndaloi. Jo, prisni, nuk mund të largoheni kështu. Duhet patjetër t'ju shpërblej për këtë vepër. Lejeni t'ju ftoj për drek, apo të paktën për një kafe. Është më pak sa ajo që mund të bëj. Nora hezitoi. Ajo nuk ishte pritur asnjë shpërblim dhe nuk ishte e sigurt nëse ishte e përshtatshme të pranonte ftesën e një njeriu që sapo kishte takuar. Nuk është nevoja, vërtet, tha ajo. Kam bërë atë që mendoj se është e drejtë,
Pikërisht për këtë arsye dua t'ju njoh më mirë, tha Aleksandër me sinqeritet. Në ditët e sotme, të gjesh dikë që vepron nga mirësia e zemrës është e rrallë. Ju keni humur kohën tuaj për të më ndihmuar mua, një të huaj. Më lejoni të paktën t'ju falenderoj si duhet. Ka diçka në mënyrën se si ai e shprehu veten që e bindi Norën. Ai nuk dukej si dikush që po përpiqej të përfitojë, por si një person i sinqert që vërtet e vlerësonte atë që ajo kishte bërë. Në rregull, tha ajo më në fund, por vetëm një kafe të shpejt. Kam disa punë që duhet i përfundoj në shtëpi sot. Fytyra e Aleksandër u ndriçua. Ju falenderit. E di një vend të shkëlqyrshëm këtu afër. Është një kafene e vogël, shumë e qetë dhe me kafe të mrekullueshme. Ata ecën së bashku drejt kafenes, duke biseduar lehtëzi. Aleksandër i bëri pyetje për punën e saj në arkitekturë dhe Nora u përgjigj me entuziazëm, duke treguar për projektet në të cilat kishte punuar dhe për pasionin e saj për dizajnin e qëndrueshëm. Kështu që ju pëlqen të punoni në projekte që respektojnë mjedisin? Pyeti Aleksandër. Absolutisht, tha Nora. Mendoj se kemi përgjegjësi ndaj planetit ton. Çdo ndërtim që krijojmë duhet të jetë në harmoni me natyrën, jo në konflikt me të. Aleksandër u befasua nga thellësia e mendimit të saj. Shumica njerëzve që ai njihte në profesionin e tij ishin të fokusuar vetëm në fitime, por kjo vajzë dukej e vërtet e pasionuar pas diçkaje më të lartë. Kur arritën në kafene, Aleksandër porositi 2 kafe dhe ata ulën në një tavolinë pranë dritares. Kafeneja ishte vërtet e bukur, e vogël dhe intime, me muzikë të butë në sfond dhe aromën e këndshme të kafes së poshtë përgatitur. Tregoni për veten, tha Aleksandër. Si vendosët të vini në Gjermani? Nora i tregoi historinë e saj, se si kishte studiuar arkitekturën e Tiranë, por kishte ndëruar të punonte në projekte ndërkombëtare. Gjendja ekonomike në Shqipëri nuk i ofronte mundësitë që ajo dëshironte, kështu që kishte vendosur të provonte fatin në Gjermani. Nuk ishte lehtë në fillim, tha ajo. Gjuha, kultura e gjithë mënyra e jetës ishte ndryshme, por gradualisht ka mësuar të dua këtë vend. Njerëzit janë të sjellshëm kur t'i njeh dhe sistemet funksionojnë mirë. Por a nuk ju mungon shtëpia? Pyeti Aleksandër. Sigurisht, tha Nora, me një notë melankolie në zë. Familja, miqt, gjuha ime, ushqimi që kam rritur duke ngrënë, por e di se ajo që po bëj këtu është për një të ardhme më të mirë, jo vetëm për mua, por edhe që një ditë të mund t'i ndihmoj familjen time dhe vendin tim. Aleksandër e dëgjoi me vëmendje. Ai kishte rritur në një familje të pasur në Gjermani dhe nuk kishte përjetuar kurrë vështirësinë e emigrimit apo të ndërtimit të një jete të re në një vend të huaj. Ju jeni shumë e guximshme, tha ai. Duhet shumë forcë për të lënë gjithçka pas dhe për të filluar prej fillimit. Çdo shqiptar ka këtë guxim në vete, tha Nora me krenari. Jemi një popull që ka mbijetuar përmes shekujsh, duke qëndruar fort pavarësisht vështirësive. Gjyshja ime më thot gjithmonë, Nora, kudo që të shkosh, mos harro se ke gjak shqiptari në damarët e tu. Kjo do të thotë se ke forcën për të përballuar çdo gjë. Aleksandër u prek nga mënyra se si ajo fliste për trashëgiminë e saj kulturore. Ai vetë nuk kishte asnjë lidhje të fortë me traditat dhe familja e tij kishte fokusuar kryesisht në suksesin ekonomik. Duket se keni një lidhje shumë të fortë me rrënjët tuaja, vuri dhe ai. Po, tha Nora. Pavarësisht se ku jetoj, unë mbaj gjithmonë me vete vlerat që më kanë mësuar prindrit e mi, ndershmërinë, respektin për të tjerët, solidaritetin dhe rëndësinë e familjes. Këto janë gjëra që nuk mund t'i humbas kurrë. Biseda vazhdoi për më shumë se 1 orë. Ata folën për gjithçka, nga ëndrat e tyre profesionale deri tek hobi dhe interesat personale. Aleksandër zbuloi se Nora pëlqente të lexonte, të gatonte specialitete shqiptare dhe të shikonte filma të vjetër. Nora mësoi se Aleksandër përveç biznesit, kishte një pasion për muzikën klasike dhe për udhëtimet. Keni udhëtuar ndonjëherë në Shqipëri? Pyeti Nora. Jo kurrë, tha Aleksandër. Por tani kam një kuriozitet të madh. Mënyra se si u flisni për vendin tuaj më bën ta dua ta vizitoj. Sytë e Norës u ndriçuan. Do t'ju pëlqente shumë. Shqipëria është një vend me bukuri të pabesueshme, nga malet e Alpeve shqiptare deri tek plazhet e Rivierës shqiptare. Dhe njerëzit janë shumë mikpritës.
kemi një fjalë në gjuhën tonë, mikpritja, që nënkupton se çdo mysafir është i shenjtë. Të ngëvon e mrekullueshme, tha Alexander, dhe duke gjykuar nga ajo që kam parë sot, ky respekt për të tjerët është vërtet real. Ata kuptuan se koha kishte kaluar shumë shpejt. Dielli po fillonte të perëndonte. Zenora kujtoi se kishte disa punë që duhet i bënte në shtëpi. Mendoj se duhet të iki tani, tha ajo. Natyrisht, tha Alexander, por a do t'ishte në rregull t'ju pyes për numrin tuaj të telefonit? Jo për arsye personale, shtoi ai shpejt, duke u kuqur lehtë. Do të doja shumë t'ju ftoj për një darkë më të rregullt për t'ju falenderuar si duhet. Ndoshta mund të më tregoni më shumë për Shqipërinë. Nora hezitoi përsëri, por diçka në sjelljet e Alexander e bindi se ai ishte i sinqert. Në rregull, tha ajo, dhe i dha numrin e saj. Faleminderit, tha Alexander. Do t'ju telefonoj në ditët e ardhshme. Dhe përsëri, faleminderit shumë për atë që bët sot. Kjo tregon shumë për karakterin tuaj. Kur u ndan, të dy ndjenin se diçka e veçantë kishte ndodhur. Nora ecte drejt shtëpisë, duke menduar për bisedën interesante që kishte pasur, ndërsa Alexander qëndroi në kafene dhe pak kohë, duke menduar për këtë vajzë të jashtëzakonshme që sapo kishte takuar. Atë mbrëmje, Nora u kthye në apartamentin e saj, duke ndjehur një përzierje emocionesh. Ajo nuk kishte pritur që kthimi një kulete të humbur do ta çonte në një bisedë aq interesante me një person aq të ditur. Por mbi të gjitha, ajo ndjeu kënaqësi që kishte vepruar sipas vlerave që i kishin mësuar. Ajo përgatiti darkën e saj të thjeshtë, disa perime të pjekura dhe pak oriz, dhe u ul në tavolinën e vogël të kuzhinës. Përreth saj ishin fotografitë e familjes, duke e kujtuar për shtëpinë. Ajo vendosi ta telefononte mamën e saj, sikurse bënte çdo mbrëmje. Alo, nëna? Tha ajo kur u përgjigj zëri i njohur dhe i dashur. Nora, bija ime, si ke kaluar ditën? Nora i tregoi nënës së saj për ngjarjen e ditës, për kuletën e gjetur, për takimin me Alexander dhe për bisedën e gjatë që kishin pasur. Ke bërë mirë, bija ime, tha nëna me krenari në zë. Gjyshja jote do të ishte e lumtur. Kjo është mënyra se si na kanë rritur ne, të ndihmojmë të tjerët pa pritur asgjë në këmbim. E di nëna, por ky burr duke i vërtet i mirë, ndryshe nga ajo që ka menduar për njerëzit e pasur. Mos gjyko kur njerëzit sipas pasurisë së tyre, Nora. Ka njerëz të mirë dhe të këqij në çdo kategori shoqërore. Ajo që rëndësi ka është zemra. Ai më ftoi për darkë për të më falenderuar, nuk e di nëse dua të pranoj. Nëna e saj qeshi butësisht. Nëse ai është njëri i mirë, sikurse thua ti, pse jo? Por gjithmonë ki i parasysh se kush je dhe nga vjen. Mos harro vlerat tona. Kur nëna, këtë e di. Pas bisedës me nënën, Nora u ndjen më e sigurt për vendimin që kishte marrë. Ajo e dinte se kishte vepruar drejt dhe nëse Alexander ishte vërtet person i mirë sikurse dukej, atëherë miqësia e re mund të ishte diçka pozitive. Në anën tjetër të qytetit, Alexander ishte kthyer në apartamentin e tij luksoze në një nga lagjet më të shtrenjta të Mynihut. Por, pavarësisht luksit që e rrethonte, ai nuk mund ta nxirrte nga mendja vajzën e re që sapo kishte takuar. Ai ishte i zakonur me njerëz që t'i vinin afër për interes, afaristë që donin të bënin marrëveshje, gra që tërhiqen nga pasuria e tij, miq të rrem që shfaqeshin vetëm kur kishin nevojë për ndonjë favor. Por Nora kishte qenë krejt ndryshe. Ajo kishte pasur mundësinë të mbante parat nga kuleta e tij. Asnjë nuk do ta dinte, por në vend të kësaj, ajo kishte bërë gjithçka për ta gjetur dhe për t'ia kthyer. Alexander u ul në bibliotekën e tij private dhe hapi një shishe vere të mirë. Por edhe teksa pinte, ai nuk mund të ndalonte smenduari për bisedën me Noren, mënyra se si ajo fliste për familjen e saj, për traditat, për rëndësinë e vlerave. Të gjitha këto ishin gjëra që ai nuk i kishte dëgjuar prej shumë kohësh. Ai rifilloi të mendonte për jetën e tij. Në moshën 32 vjeçare, ai kishte arritur një sukses të jashtëzakonshëm në biznes. Kompania e tij, Richter Holdings,
ishte një nga më të mëdhat në Gjermani në sektorin e pasurive të paluajtshme. Ai kishte para, influencë, respekt profesional. Gjithçka që shumica e njerëzve ëndërrojnë. Por, në momentin e qetësisë, ai e kuptoi se kishte diçka që mungonte. Ai nuk kishte një partner jetësor të vërtet, nuk kishte fëmijë dhe marrëdhëniet e tij familjare ishin të ftofta dhe formale. Prindrit e tij ishin gjithashtu të fokusuar në karrierë dhe statusin social dhe asnjëherë nuk kishin diskutuar për gjëra si vlerat, traditat apo rëndësinë e lidhjeve njerëzore. Takimi me Noren i kishte treguar se sa i varfër ishte emocionalisht, pavarësisht pasurisë së tij materiale. Të nesërme në mëngjes, Alexander shkoi në zyrë, por nuk mund të përqendrohej në punë. Sekretaria e tij, Frau Bergman, vuri re se ishte i shpërqendruar. "Herr Richter, a ka gjithçka në rregull?" pyeti ajo me shqetësim. Po, dhe jam breslën thellë. A do të pranoni të vini në shtetinë time për darkë të shtumën? Premtoj se do të jetë diçka që do t'ju pëlqejë. Nora mendoi për një moment. Diçka në zërin e Alexander e bindi se ai ishte i sinqert, dhe kurioziteti e mundi. "Në rregull," tha ajo, "por vetëm nëse jeni të sigurt se nuk po ju shkaptoj problem. As pak, në të kundërt do të jetë kënaqësia ime. Do t'ju dërgoj adresën, dhe nëse dëshironi, mund t'ju dërgoj edhe një makinë." "Jo, mo, faleminderit, do të vi vetë." Pas telefonatës, Nora ndjeu një eksitim të çuditshëm. Ajo nuk ishte e sigurt se çfarë të priste, por diçka i thoshte se Alexander po përgatiste diçka të veçantë. Të shtunën në mbrëmje, Nora u vesh bukur por pa tepruar. Ajo zgjodhi një fustan të thjeshtë por elegant, që e kishte sjell nga Shqipëria, dhe e kombinoi me një xhaketë të lehtë. Ajo donte të dukej e respektueshme, por gjithashtu të mbante diçka nga identiteti i saj. Kur arriti në adresën që Alexander i kishte dhënë, ajo u befasua nga madhësia dhe bukuria e shtëpisë. Ishte një vile e madhe në një nga lagjet më ekskluzive të Munihut, e rrethuar nga një kopsht i bukur me pemë dhe lule të ndryshme. Alexander e priti në derë, veshur me një kostum elegant, por jo shumë formal. Ai buzëqeshi me sinqeritet kur e pa. "Nora, faleminderit që erdhët. Duket shumë bukur sonte." "Faleminderit," tha Nora, duke ndjehur pak e hutuar nga luksi që e rrethonte. Alexander e udhëhoqi brenda në shtëpi. Interiori ishte i dekoruar me shije të shkëlqyeshme, mobilje antike të kombinuara me elementet moderne, vepra arti në mure dhe një atmosferë ngrohtë dhe pranuese. "Kjo shtëpi është e mrekullueshme," tha me admirim. "Faleminderit. Por sonte, ajo që rëndësi ka nuk është shtëpia, por mysafiri. E jani, dua t'ju tregoj diçka." Ai e udhëhoqi drejt dhomës së ndenjës, ku Nora vuri re se tavani ishte zbukuruar me një flamur shqiptar të vogël dhe fotografitë e peizazheve shqiptare që Alexander duhet I kishte gjetur në internet. Mbi tavolinën e kafes kishte libra për Shqipërinë dhe një CD me muzikë tradicionale shqiptare. Nora mbeti pa fjalë. Syt ju mbushan me lot nga kjo gjest e papritur dhe kaq e menduar. "Alexander, pse keni bërë gjithë këtë?" "Sepse dua që të ndiheni si në shtëpi," tha ai thjesht. "Dhe sepse dua t'ju tregoj se kam kuptuar sa I rëndësishëm është identiteti juaj për ju. Gjatë këtyre ditëve kam mësuar shumë për vendin tuaj dhe jam I impresionuar nga pasuria e kulturës suaj." Ai e ftoi të ulej në koltuk dhe I solli një gotë verë. "Këtë e gjeta në një dyqan të specializuar, është një verë shqiptare. Nuk e di nëse është e mirë, por doja ta provoja." Nora e piu dhe buzëqeshi. "Është fantastike, nuk e kisha provuar prej kohësh." "Dhe tani," tha Alexander, "dua t'ju pyes diçka. A mund të më mësoni disa fjalë në shqip?" Kjo e befasoi Noren edhe më shumë. "Vërtet dëshironi të mësoni?" "Absolutisht. Filloj me të thjeshtat. Si të them faleminderit dhe ju lutem?" Nora qeshi dhe filloi t'i mësonte fjalë të thjeshta. Alexander ishte një student I mirë dhe I duruar, dhe përsëritjen e tij të pakëndshme të fjalëve shqiptare e bënte situatën edhe marrëgëtuese. "Faleminderit," tha ai me një aksent të fortë gjerman. Jo, qeshi Nora, është fa, le, min, de, rit, me r më të butë." "Faleminderit," provoi ai përsëri dhe kësaj here ishte më afër. "Shumë mirë," tha Nora duke duar trokitur. "Tani të provoni mirë se erdhe." Ata kaluan një orë duke bërë mësim gjuhe,
duke qeshur dhe duke argëtuar. Aleksandër ishte i përkushtuar në mësimin e fjalëve të reja dhe Nora u mahnitur nga interesimi i tij sinqert. Tani, a jeni gati për dartë? Pyeti Aleksandër. Kam përpjekur të përgatitej diçka të veçantë. Ai u udhëhoqi në dhomën e ngrënjes, ku tavani ishte i hidhur me qeri dhe me lule të freskëta. Mbi tavolinj ishte një shumëllojshmëri ushqimi që e bëri Noren të hapte gojen nga habitja. A është kjo qofte? Pyeti ajo, duke mos e besuar atë që po shikonte. Po, dhe byrek, dhe tave kosi, dhe edhe baklava për ëmbëlsirë, tha Aleksandër me krenari. Kam punuar me një kuzhinier që është specializuar në kuzhinë ballkanike. I dhash disa receta që gjeta në libra dhe ai më ndihmoi t'i realizoj. Nora ishte kaq e emocionuar sa nuk dinte çfarë të thoshte. Asnjëherë nuk ishte bërë kurrë diçka kaq të menduar dhe kaq personale për të. Nuk e di çfarë të them, murmuriti ajo. Kjo është jashtëzakonshme. Uluni, tha Aleksandër duke tërhequr karrigen për të dhe tregomi nëse shija është sikur se duhet jetë. Nora provoi çdo gjë dhe gjithçka ishte e përgatitur me kujdes dhe dashuri. Qoftja kishte shijen e duhur të speceve dhe shtëpisë, byreku ishte i bërë si duhet me brumë të hollë dhe tavakosi ishte pikërisht siç e pëlqente ajo. Kjo është e përsosur, tha ajo me lot në sy. Më kujton kuzhinën e nënës sime. Kjo ishte qëllimi, tha Aleksandër duke u ulur përballë saj. Doja që të ndiheshit si në shtëpi, të paktën për një mbrëmje. Ndërsa hanin, Aleksandër i tregoi Norës për atë që kishte mësuar rreth kulturës shqiptare. Kam lexuar për konceptin e besës, tha ai, se si fjala e dhënë është e shenjtë në kulturën tuaj. Kjo më ndihmoi të kuptoja pse ju e kthyet kuletën time pa hezituar. Besa është themelore për ne, u përgjigj Nora. Gjyshja ime më thot gjithmonë, besa është ajo që na ndallon nga kafshët. Njeriu pa besë nuk ka vlerë. Dhe kam lexuar gjithashtu për mikpritjen shqiptare, vazhdoi Aleksandër, se si çdo mysafir trajtohet si i shenjtë. Po, kjo është e vërtet, tha Nora. Ne kemi një thënie, shtëpia është e zogit dhe e mysafirit. Kjo do të thotë se çdo person që hyn në shtëpinë tonë duhet të ndjehet si në shtëpinë e vet. Dhe sonte ju jeni mysafirja ime e nderuar, tha Aleksandër solemnisht. Shpresoj se ndiheni sikur se jeni në shtëpinë tuaj. Biseda vazhdoi gjatë gjithë darke. Ata folën për traditat, për familjet e tyre, për ëndrat dhe ambicjet. Aleksandër i tregoi Nores për presionin që ndjente nga familja e tij për të qëndruar i fokusuar vetëm në biznes, dhe se si ai ndjente se diçka mungonte nga jeta e tij. Paratë dhe suksesi janë të rëndësishëm, tha ai. Por takimi me ju më ka kujtuar se ka gjëra edhe më të rëndësishme. Si çfarë? Pyeti Nora. Si të qenit i ndershëm, si të kujdesesh për të tjerët, si të kesh vlera që nuk mund t'i blesh me para. Nora e shikoi me respekt. Këto gjëra i kemi të gjithë brenda nesh, ndonjëherë thjesht harrojmë t'i dëgjojmë. Kur u afrua koha për të ëmbëlsirën, Aleksandër solli baklava të përgatitur më shtëpi dhe kafe turke. E dini çfarë? Tha ai. Kam një propozim. Çfarë propozimi? Dua t'ju ofroj një punë. Nora u befasua. Punë? Çfarë lloj pune? Kompania ime po planifikon të hyjë në merkate ballkanik. Kemi nevojë për dikë që njeh kulturën, gjuhën dhe mënyrën e të bërit biznes në rajonin. Dikë që ka integritetin për të na përfaqësuar drejt. Por unë jam arkitekte, jo afariste, tha Nora. Dhe kjo është pikërisht ajo që na nevojitet, tha Aleksandër. Dikush që kupton ndërtimet, por gjithashtu kupton njerëzit, dikush që ka vlera dhe që nuk do të bëjë asgjë që është e gabuar. Nora mendoi për propozimin. Çfarë do të përfshi kjo punë? Fillimisht do të punosh me ekipin ton për të kërkuar projekte të përshtatshme në Shqipëri dhe vendet fqinje. Do të na ndihmosh të kuptojmë kulturat lokale dhe të sigurohemi se çdo gjë që bëjmë është respektueshme dhe e dobishme për komunitetet lokale. Kjo tingëllon interesante, tha Nora, por unë dua të sigurohem se çdo gjë bëhet drejt, nuk dua që kompania juaj të shfrytëzojë vendin tim. Dhe pikërisht për këtë kemi nevojë për ju, për të na mbajtur në rrugën e duhur. Nora mendoi për një moment. Kjo do të ishte një mundësi e madhe për të ndihmuar vendin e saj,
dhe gjithashtu për të ndërtuar një karrierë të re. Mund t'i jap një përgjigje javën e ardhshme? Pyeti ajo. Natyrisht, tha Alexander, mendohuni sa të duani. Javën që pasoi, Nora e kaloi duke menduar për propozimin e Alexanderit. Ajo bisedoi me prindrit e saj, me miqtë e saj dhe bëri hulumtime për kompaninë Richter Holdings. Çdo gjë që gjeti ishte pozitive. Ishte një kompani me reputacion të mirë, që kishte realizuar projekte të suksesshme dhe etikshme. Të premten, ajo e telefonoi Alexander. Kam vendosur, tha ajo, pranoj propozimin tuaj, por me disa kushte. Dëgjoj, tha Alexander. Dua të sigurohem se çdo projekt që bëjmë në Shqipëri është për të mirën e vendit dhe të popullit. Dua të kem fjalë në të gjitha vendimet që lidhen me projektet atje. Dhe dua që pjesë e fitimeve të shkojnë për projekte sociale në komunitetet ku punojmë. Alexander buzëqeshi nga ana tjetër e linjës. Këto kushte nuk vetëm që i pranoj, por më bëjnë edhe më të sigurt se keni bërë zgjedhjen e duhur. Atëherë, kur mund të filloj? Pyeti Nora. Sa më shpejt që dëshironi, do t'ju preparoj një zyrë dhe do t'ju prezantoj me ekipin. 2 javë më vonë, Nora filloi punën e saj të reja në Richter Holdings. Zyra e saj ishte në të njëjtin kat me atë të Alexander, dhe ajo e kishte dekoruar me disa elemente shqiptare për ta ndihmuar ta ndjente veten si në shtëpi. Ditën e parë, Alexander e prezantoi me të gjithë ekipin. Ky është Nora Kastrati, drejtoria e re e projekteve ballkanike, tha ai. Ajo do të na ndihmojë të kuptojmë më mirë se si të bëjmë biznes me respekt dhe integritet në rajonin ballkanik. Kolegët e rinë pritën Noren me ngrohtësi. Ata tashmë kishin dëgjuar për atë se si ajo kishte gjetur kuletën e Alexander dhe ja kishte kthyer. Dhe kjo kishte bërë përshtypje të mirë. Javët e para ishin intensive. Nora studioni projekte të ndryshme dhe filloi të identifikonte mundësitë në Shqipëri. Ajo gjithashtu punoi afër me Alexander për të zhvilluar një kod etik për të gjitha projektet e kompanisë në rajon. Gjatë kësaj kolle, marrëdhënia e tyre profesionale filloi gradualisht të zhvillohej në diçka më shumë. Ata kalonin orë të tëra duke diskutuar projekte, por gjithashtu duke ndarë ide për jetën, vlerat dhe të ardhmen. Alexander zbuloi se Nora kishte një mendje të mprehtë për biznes, por që asnjëherë nuk harronte aspektin njerëzor. Ajo i sugjeroi që të gjitha projektet të përfshinin programet e edukimit dhe të trajnimit për popullin lokal që të siguronin se komunitetet do të përfitonin afatgjat. Kjo është briliante, tha Alexander pas një prezantimi që Nora kishte dhënë para bordit drejtues. Jo vetëm që do ta bëj kompaninë tonë më të suksesshme, po do ta bëj atë edhe më etike. Ky është qëllimi, tha Nora. Të fitojmë të gjithë. Pas 3 muajsh pune së bashku, Alexander e ftoi Noren për darkë përsëri, por këtë herë në një restorant elegant në qendër të qytetit. Dua t'ju falenderoj, tha ai. Jo vetëm për punën e shkëlqyeshme që keni bërë, por për atë se si e keni ndryshuar perspektivën time për biznesin dhe për jetën. Si e keni fjalën? Pyeti Nora. Përpara se t'ju takoja, unë isha fokusuar vetëm në fitime dhe në rritjen e kompanisë, por ju më keni treguar sepse rëndësi ka se si arrim ato fitime. Tani ndjem më mirë me atë që bëj. Nora buzëqeshi. Dhe unë kam mësuar shumë prej jush për biznesin ndërkombëtar. Kemi qenë një ekip i mirë. Po, tha Alexander, por dua të jemi sinqert për diçka. Nora e shikoi me kuriozitet. Çfarë? Ndjenjat e mi për ju kanë kaluar kufit profesionaliteti. Unë jam dashuruar me ju, Nora. Nora ndjeu zemrën që i filloi të rrahte më shpejt. Ajo kishte vënë re se gjatë muajve të fundit, edhe ajo kishte filluar të ndjente diçka më shumë për Alexander, por nuk ishte guxuar ta mendonte seriozisht. Alexander, filloi ajo. E di se kjo mund të komplikojë gjërat në punë, tha ai shpejt, dhe nuk dua t'ju vënë në një situatë të vështirë, por nuk mundem të mos ju a them se çfarë ndjej. Nora mendoi për një moment. Edhe unë kam filluar të ndjej diçka, tha ajo butësisht. Por kjo situata është e ndërlikuar. Pse? Sepse ne vim nga botë shumë të ndryshme. Ju jeni milioner gjerman, unë jam një vajzë nga Tirana që po përpiqet të ndërtoj jetën e saj. A jeni të sigurt se kjo mund të funksionojë?
Aleksandër ju afrua dhe ja mori dorën. Nora, parat dhe statusi social nuk kanë rëndësi kur bëhet fjalë për dashuri të vërtet. Ju më keni mësuar vlera që nuk i kam parë kur. Ju jeni personi më i ndershëm, më i aftë dhe më i bukur që kam takuar. Por familjet tona, kulturat tona, do t'i përballojmë së bashku, tha Aleksandër, nëse ju dëshironi. Nora e shikoi në sy dhe pa sinqeritetin e plot aty. Ajo gjithashtu pa se si ishte ndryshuar Aleksandër gjatë muajve që e kishte njohur. Ai kishte bërë përpjekje të sinqerta për të kuptuar kulturën e saj, kishte treguar respekt për vlerat e saj dhe kishte dëshmuar se ishte një person me karakter. Po, tha ajo më në fund. Dua ta provoj. Muajt që pasuan ishin të mbushur me lumturi, por gjithashtu me sfida. Aleksandër dhe Nora filluan të takohen private, duke mbajtur marrëdhënien e tyre diskrete në fillim për të shmangur komplikimet në punë. Aleksandër bëri përpjekje të mëdha për të mësuar më shumë për kulturën shqiptare. Ai filloi të mësonte gjuhën shqipe më seriozisht, duke marrë mësime private 2 herë në javë. Gjithashtu, ai lexoi gjithçka që mund të gjente për historinë dhe traditat shqiptare. Fjala dashuri në shqip është shumë e bukur, i tha ai Nores një mbrëmje. Ka një tingull aq të ëmbël. Ti dashurie, tha Nora duke qeshur. Kjo është mënyra se si themi ti të dashuroj. Ti dashurie Nora, tha Aleksandër, dhe edhe pse aksenti i tij ende ishte i pakëndshëm, emocioni ishte i sinqert, por jo gjithçka ishte e lehtë. Kur Aleksandër vendosi t'ia prezantojë Norën prindërve të tij, reagimi nuk ishte ai që shpresonte. Ajo është shqiptare? Pyeti nëna e tij me një ton skeptik. Dhe përpara kjo ishte thjesht një punonjëse e thjesht? Nëna, ajo është drejtoresha projekteve ballkanike të kompanisë son, ju përgjigj Aleksandër me durabilin, dhe është një nga njerëzit më të zgjuar dhe më etik që kam takuar. Por, Aleksandër, drogu im, tha babai i tij, ti duhet mendosh për reputacionin tënd dhe të kompanisë. Njerëzit do të flasin. Njerëzit mund të flasin sa të duan, tha Aleksandër me vendosmëri. Unë e di se çfarë ndjej dhe e di se çfarë personi është Nora. Nga ana tjetër, kur Nora foli prindërve të saj në Tiranë për marrëdhënien e saj me Aleksandër, reagimi ishte i përzier. Një milioner gjerman, tha babai i saj me befasi. Nora, je e sigurt se ai ka qëllime të sinqerta? Po baba, tha Nora. Ai ka dëshmuar vlerat e tij gjatë gjithë kohës që e kam njohur. Por çfarë do të ndodh me kulturën tonë? Pyeti nëna e saj me shqetësim. A do të harrosh se kush je? Kurrë, nëna. Dhe Aleksandër e respekton identitetin tim. Ai po mëson shqip, po kupton traditat tona. Ai nuk dëshiron që unë të ndryshoj, por më dashuron pikërisht për atë që jam. Gradualisht, familjet filluan të pranonin marrëdhënien, sidomos kur pan sa të lumtur ishin Aleksandër dhe Nora së bashku. Në punë, të dy vazhduan të ishin profesionistë të shkëlqyeshëm. Projekti i tyre i parë në Shqipëri ishte ndërtimi i një kompleksi rezidencial në Tiranë, që gjithashtu përfshinte një shkollë dhe një qendër mjekësore për komunitetin. Kjo është ajo që dua të bëj gjatë gjithë jetës, i tha Nora Aleksandër një ditë, ndërsa shikonin planet e projektit, të ndërtoj diçka që ndihmon njerëzit. Dhe kjo është ajo që do të bëjmë, tha Aleksandër, së bashku. Projekti ishte një sukses i madh. Media gjermane dhe shqiptare shkruante për modelin inovativ të biznesit që kombinonte fitimin me përfitimet sociale. Nora u intervistua nga gazeta në të dyja vendet, duke folur për rëndësinë e etikës në biznes dhe për mundësitë që ofronte bashkëpunimi gjerman-shqiptar. Kompania Richter Holdings ka treguar se si biznesi i suksesshëm mund të bëhet pa sakrifikuar vlerat, tha ajo në një intervistë. Ne besojmë se çdo projekt duhet të lërë komunitetin më të mirë se sa e gjeti. Aleksandër ishte krenar për suksesin e Norës dhe për mënyrën se si ajo kishte arritur të fitonte respektin e të gjithëve në industri. Pas një viti dhe gjysmë pune së bashku, Aleksandër vendosi se ishte koha për të bërë hapin e madh. Ai kishte planifikuar një propozim martese që do të reflektonte respektin e tij për kulturën e Norës. Fillimisht, ai u udhëtoi në Tiranë pa dijenin e Norës për të takuar prindrit e saj personalisht. Ai donte të kërkonte bekimin e tyre në mënyrën tradicionale. Kur arriti në shtëpinë e familjes Kastrati në Tiranë, ai u prit me mikpritje të ngrohtë, edhe pse prindrit e Norës ishin nervoz për takimin. Zoti Kastrati, zonja Kastrati, tha Aleksandër në shqipen e tij që akoma po përmirësohej.
Jam këtu sepse dua të kërkoj bekimin tuaj për të martuar vajzën tuaj. Babai i Nores e shikoi me kujdes. Aleksander, ti dukesh njeri i mirë, por vajza jonë është çdo gjë për ne. A je i sigurt se mund ta bësh të lumtur? Zoti Kastrati, unë dua Noren më shumë se jetën time. Ajo më ka mësuar se çka do të thotë të jetosh me vlerë. Premtoj se do ta respektoj gjithmonë, do ta mbroj dhe do ta ndihmoj të ruaj lidhjen me kulturën dhe familjen e saj. Nëna e Nores kishte lot në sy. Ne shohim sa e lumtur është ajo me ty, dhe shohim se si ti përpiqesh të na kuptosh ne dhe kulturën tonë. Kjo na bën të ndjehemi mirë. Ke bekimin ton, tha babai i Nores, duke i shtrirë dorën. Por kujdesu për të, ajo është diamanti ynë. Do ta trajtoj si mbretëresh, premtoi Aleksander. Pas kthimit në Myni, Aleksander organizoi propozimin në mënyrë që të ishte kuptimplot për të dyja kulturat. Ai i ftoi Noren për një shëtitje në parkun, ku kishin biseduar për herë të parë, pasi ajo kishte gjetur kuletën e tij. Ishte një mbrëmje e bukur pranvere, dhe ata ecnin në përshteg duke kujtuar ditën kur njihen. A i kujtohesh kësaj dite? Pyeti Aleksander. Si mund të harroj? Tha Nora. Ishte dita që ndryshoi gjithë jetën time. Edhe tani dua të ndryshoj jetën tënde përsëri, tha Aleksander duke rënë në një gjuhë. Nora mbeti pa frym kur e pa se çka po ndodhte. Aleksander nxori një kuti të vogël dhe e hapi duke zbuluar një unaz të bukur që kishte një perlë në qendër të rrethuar nga diamante të vegjël. Nora Kastrati, tha ai me zërin që i dridhej nga emocioni. Ti më ke mësuar se çka do të thotë të jetosh me integritet dhe dashuri. Më ke treguar se vlerat e vërteta nuk blihen me para, por ndërtohen me veprime. A do të më bësh nder që të bëhesh gruaja ime? Nora kishte lot në sy, por ishin lot gëzimi. Po, Aleksander, po, dua. Ai ja vuri unazën në dorë dhe të dy përqafuan në të njëjtin vend ku kishin biseduar për herë të parë si të panjohur. Perla është nga Shqipëria, tha Aleksander. E gjeta nga një zanatet në Tiranë. Doja që unaza të kishte diçka nga vendi yt. Është e përsosur, tha Nora duke admiruar unazën, sikurse gjithçka që bën për mua. 6 muaj më vonë, Aleksander dhe Nora organizuan një dasëm të dy fisht kulturore, që i kombinoi traditat gjermane dhe shqiptare. Ceremonia u mbajt në një kështjell të bukur jashtë Mynihut, por dekoret dhe ritualet reflektonin të dyja kulturat. Nora vishte një fustan në 2 stile, një tradicional shqiptar me qëndisma të bukura për ceremoninë e parë dhe një fustan moderne për receptimin. Aleksander kishte mësuar një vallëz tradicional shqiptar, që e vallëzoi me Noren para gjithë të ftuarve. Kjo është vallëzimi më i bukur që kam parë, tha nëna Aleksander, duke qenë kaq e prekur sa kishte lot në sy. Dasma ishte e mbushur me muzikë shqiptare dhe gjermane, ushqim nga të dyja kulturat, dhe fjalime që celebronin bashkimin e 2 zemrave dhe 2 kulturave. Babai Nores mbajte një fjalim që prekon të gjithë të pranishmit. Sot, ne nuk po bashkojmë vetëm 2 njerëz, por po ndërtojmë një urë midis 2 vendeve, 2 kulturave. Nora dhe Aleksander kanë treguar se dashuria e vërtet ka përcen çdo kufi. Aleksander gjithashtu foli me zemër. Nora më ka mësuar se të qenit i pasur nuk ka të bëjë me atë që ke në xhep, por me atë që ke në zemër. Ajo më ka dhënë pasuri që nuk mund të blihet, dashurinë e vërtet dhe respektin për vlerat e larta njerëzore. Pas dasmës, Aleksander dhe Nora blen një shtëpi në një lagje të qetë të Mynihut, të cilën e dekoruan me elementa nga të dyja kulturat. Ata kishin një bibliotekë të plot me libra në gjermanisht të shqip dhe një dhomë të dedikuar për pritjen e mysafirëve, siç është traditë shqiptare. Me kalimin e kohës, kompania e Aleksandrit në udhëheqjen e përbashkët me Noren u bë një nga më të respektuarat në Evropë për projektet e saj etike dhe të qëndrueshme. Ata zgjeruan veprimtarinë jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë Ballkanin, duke krijuar vende pune dhe mundësi për mijëra njerëz. Nora u bë një figurë e respektuar në botën e biznesit evropian dhe shpesh ftohej të fliste në konferenca ndërkombëtare mbi etikën në biznes dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Sekreti i suksesit tonë është i thjeshtë, thoshte ajo në fjalime. Ne kurrë nuk harrojmë se në qendër të çdo biznesi janë njerëzit.
Kur I trajtojmë ata me respekt dhe dinjitet, të gjithë fitojmë. Aleksandër gjithashtu u ndryshoi qasjen e tij ndaj biznesit. Ai themeloi një fondacion bamirës që ofronte bursa studimore për të rinjt shqiptar dhe nga vende të tjera ballkanike për të studiuar në universitetet gjermane. Kjo është mënyra jonë për t'i kthyer diçka komuniteteve që na kanë mirëpritur, shpjegonte ai. 5 vjet pas martesës, Aleksandër dhe Nora kishin ndërtuar jo vetëm një familje të lumtur, por edhe një perandori biznesi që bazohej në principet e etikës dhe respektit mutual. Kompania e tyre kishte projekte në 6 vende ballkanike dhe punsonte mbi 1000 persona. Një ditë, ndërsa ishin ulur në kopsht të shtëpisë së tyre, duke parë fëmijët e tyre të vegjël që po loznin, Aleksandër I tha Norës: "A e kujtohesh ditën kur e gjete kuletën time?" "Si mund ta haroj?" qeshi Nora. "Ishte fillimi I gjithë kësaj." "Ndonjëherë mendoj se çka do të kishte ndodhur po ti kishe mbajtur parat," tha Aleksandër duke qeshur. "Kur nuk do ta kisha bërë," tha Nora me vendosmëri. "Gjysha ime më mësoi që ndershmëria është pasuria më e madhe që mund të kesh." "Dhe ajo kishte të drejtë," tha Aleksandër. "Ndershmëria jote nuk vetëm që të solli te unë, por na solli edhe gjithë këtë sukses." Ata reflektuan mbi udhëtimin e tyre të jashtëzakonshëm, nga ajo ditë e thjeshtë kur një vajzë shqiptare kishte gjetur një kulet të humbur, deri tek ndërtimi një perandorie biznesi që ndiqte vlerat më të larta. "Dua që fëmijët tanë të mësojnë këtë histori, që të kuptojnë se veprimet e vogla të mira mund të kenë pasoja të mëdha." "Do t'ua tregojmë," premtoi Aleksandër, "dhe do t'i rrisim që të respektojnë të dyja kulturat tona." Në mbrëmjen e asaj dite, Aleksandër dhe Nora u ulën për të shkruar historinë e tyre për fëmijët e tyre të ardhshëm. Ata donin që brezat e ardhshëm të kuptojnë rëndësinë e vlerës, të ndershmërisë dhe të respektit për diversitetin kulturor. Historia e Norës dhe Aleksandrit nuk ishte thjesht një histori dashurie, por një tregim mbi fuqinë transformuese të vlerave të mira. Ajo që kishte filluar si një vepër e thjeshtë ndershmërie, kthimi I një kulete të humbur, kishte evoluar në diçka shumë më të madhe. Vitet që pasuan, kompania Richter Kastrati, emri I ri që morën pas martesës, u bë një model për kompanitë e tjera evropiane. Ata dëshmuan se ishte e mundur të ishesh I suksesshëm në biznes, duke mbajtur vlerat e larta morale. Nora vazhdoi të ishte një ambasadore e kulturës shqiptare në Gjermani. Organizonte ngjarje kulturore dhe ndihmonte emigrantët e ri shqiptar të integrohen në shoqërinë gjermane, pa humbur identitetin e tyre. Aleksandër, nga ana e vet, bëri shumë udhëtime në Shqipëri dhe u bë një mik I vërtet I vendit. Ai mësoi të fliste shqipëriethshëm dhe gjithmonë thoshte se Shqipëria kishte bërë prej tij një njeri më të mirë. Në një intervistë që dhan 5 vjet pas dasmës, Aleksandër u pyet se cila ishte arsyeja e suksesit të tyre. "Sekreti është I thjeshtë," tha ai. "Nora më mësoi që vlera më e madhe në jetë nuk është ajo që mund të marrësh, por ajo që mund t'u japësh të tjerëve. Kur I kushtoi kuletën time, ajo nuk mori asgjë për vete, por duke vepruar me integritet, ajo fitoi diçka shumë më të vlefshme, respektin dhe dashurinë." Nora, e pyetur për të njëjtën gjë, tha: "Gjyshja ime më mësoi që çdo vepër e mirë që bën, kthehet e tij në mënyra që nuk mund t'i parashikosh. Unë ktheva kuletën sepse ishte e drejta, nuk prisja asgjë në këmbim, por kjo vepër e vogël më solli dashurinë e jetës sime dhe mundësinë të ndërtoj diçka të bukur." Sot, ndërsa I shikojnë fëmijët e tyre duke rritur në një mjedis ku përzihen harmonikisht vlerat gjermane dhe shqiptare, ne shohim që historia e Norës dhe Aleksandër është dëshmim I gjallë I asaj që mund të ndodhë kur kulturat takohen me respekt dhe dashuri. Kuleta e humbur që mora gjetja të mëngjes në rrugët të Mënihut ishte shumë më shumë se sa thjesht një objekt material. Ajo ishte një simbol I mundësisë. Mundësia për të treguar karakter, për të ndërtuar ura midis kulturave dhe për të provuar se vlerat e mira janë universale. Historia e tyre vazhdon të frymëzojë mira njerëz në të gjithë Evropën. Ajo tregon se pavarësisht përkatësisë kulturore, gjuhësore apo ekonomike, njerëzit mund të gjejnë një gjuhë të përbashkët në vlerat e ndershmërisë, respektit dhe dashurisë. Dhe kështu, një vepër e thjeshtë e një vajze të re shqiptare në rrugët e një qyteti gjerman u bë fillimi I një historie që do të transmetohet nga brezi në brez, duke na kujtuar të gjithëve se çdo ditë kemi mundësinë të bëjmë zgjedhje që mund të ndryshojnë jo vetëm jetën tonë, por edhe jetën e të tjerëve. Kjo është fuqia e karakterit të mirë. Ajo nuk njeh kufi dhe nuk ka nevojë për përkthim. Ajo flet një gjuhë që të gjithë e kuptojnë dhe sjell bashkim ku ka pasur ndarje.
Nora dhe Alexander sot janë një çift i lumtur, prindër të devotshëm dhe lidera të respektuar në komunitetin e tyre. Por më e rëndësishme, ata janë dëshmi e gjallë e asaj që mund të ndodhë kur kulturat takohen me respekt dhe dashuri. Kuleta Alexander mbahet ende si kujtim në shtëpinë e tyre, jo si simbol i pasurisë materiale, por si kujtim i ditës kur dashuria e vërtet filloi me një vepër të thjeshtëndershmërie. Dhe çdo herë që e shohin, ata kujtojnë fjalët e gjyshes së Norës: ndershmëria është pasuria më e madhe që mund të kesh. Historia e Norës dhe Alexander na mëson se vlerat tradicionale si ndershmëria, respekti dhe integriteti janë universale dhe mund të ndërtojnë ura midis kulturave të ndryshme. Ajo gjithashtu tregon se veprimet tona të përditshme, edhe më të vogla, mund të kenë pasoja të mëdha pozitive që nuk mund të imagjinojmë. Traditat shqiptare të ndershmërisë dhe mikpritjes nuk janë thjesht koncepte të vjetra, por vlera të gjalla që mund të sjellin ndryshim pozitiv në botën moderne. Nora e dëshmoi këtë duke ju mbajtur besnikërisht vlerave që i kishte mësuar familja, dhe kjo e çoi drejt një jete të mbushur me sukses, dashuri dhe kënaqësi. Historia, gjithashtu, celebron diversitetin kulturor dhe tregon se kur njerëzit e kulturash të ndryshme takohen me respekt të ndërsjellë, rezultatet mund të jenë të jashtëzakonshme. Alexander dhe Nora nuk hoqën dorë nga identitetet e tyre kulturore, por i gjetën që kur kombinohen, krijonin diçka edhe më të bukur. Në fund, kjo është një histori shprese. Shpresë se në një botë ku shpesh duket se vlerat humbin rëndësi, ende ka njerëz që i çmojnë ato, dhe se këta njerëz mund të ndërtojnë diçka të mrekullueshme së bashku.